صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Imam Bukhariu, Allahu pas mëshiruar, në të njëjtën nën kapitull mësimet këshillat e ka pas kashme, dhe pas gjurmës së therët të Ibn Mes'udit radhiyallahu anhu, se pejgamberi alayhi salatu wassalam i këshillonte shokët e tij herë dhe përgjithë kohë të veçantë përmes u rënduar atyre. Sek në vazhdim hadithin 63, hadithin me numër 63, an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. Lehtësani e mos e vështirësoni, përgëzoni e mos e vrazhdoni. Me çka ka për qëllim? Për të treguar se dini është i lehtë. Islami, fe e Allahut azza wa jall, fe e Zotit, nuk e dënë shtrëngimin. Nuk e dënë shtrëngimin e njerëzve më shumë se sa që ata mund të bartin. Madje e ka ndaluar që njerëzve të shtrëngohet feja. O ka ndaluar një gjë të tillë. Dhe këtë tregon shumë qartë, pas shumë argumenteve tjera, edhe ky hadith e Enesit radhiyallahu anhu, e që është edhe parim për parimeve të Islamit, është fundament për fundamenteve të dinit të Allahut, lehtësimi e fesë, mos vështirësia e saj. Ku ai bekuar e urdhëroi shokët e tij drejt për së drejti, e pastaj neve në mënyrë indirekte të tjerëve deri në kiamet, të gjithëve, që njerëzve mos të vështirësojnë fenë, por të lehtësojmë atyre. Natyrisht përderi sa ka mundësi të lehtësohet. Ato lehtësia njerëzve fenë, mos u vështirëso. Kjo lehtësim dhe mos vështirësi e përfshin tërë fenë. Adhurimet apo ibadetet, shitblerjen, transaksionet, dhe kështu me radhë të gjitha, apo të gjithë kapitujt e fiqhut apo jetën në muslimanët krejt. Ajo që e vërteton nga praktika e tij të bekuari, alayhi salatu wassalam, se lehtësimi është fundament parim, është edhe vetë fakti që, si shka në hadith të Aishës radhiyallahu anha, ma khuyira nebiju sallallahu aleyhi wasallam bejnë emrejni, illa ikhtara eysarahuma. Ma lam ya'tham, fa idha kana al-ithmu kana ab'aduhuma minhu. Nuk ka ndodhur, nuk ka bëvaki, që pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam të ofrojë atij një zgjedhje mes dy gjërave, e që mos ta zgjedhte me të lehtën. Sa kanë qenë dy verzione, njëri më i rëndë, tjetri më i lehtë, gjithmonë ka zgjedhur me të lehtën. Përpas, nëse kjo më e lehta ka qenë gjuna, a nëse ka qenë gjuna, ka shpinë gjuna në katë, atër ka qenë larg, o është distancu për mëkatit. Pra,
nga një herë feja nuk tep hapësirë me zgjedh, si puna e agjerimit. Nuk tep hapësirë me zgjedh. Dvije rënd, dvije lehtë, dvije mesatare, si mbas perceptimit tënd, krejt kjo nuk qenë pesh. Nuk qenë pesh. Nuk ka opsion tjetër. Opsioni tjetër është me hinë gjëna. është me bë haram, është me bë mëkat. Por jo gjithherë Islami ka vetëm një opsion. Ka njëherë e ka atë, por e ka edhe lehtësimin. Pra përpas këtyre dy haditheve, ka argumente tjera sa të dush, që të regojnë se feja është e lehtë, dhe se Allahu nuk ngarkon njerëzit me shumë se sa që mund të abartë. Për shembull, lehtësimin e namaz, në namazin e udhëtarit. Përderisa udhëtimi është mundësi, është rast kur shumë herë vështirësohet njeriu se udhëtim, Islami e ka dhënë dy mundësi për çështjen e namazit. Me fal namazin e plot, por edhe me shkurtu. Pastaj me shkurtu namazin, por edhe me bashku. Ta shkojmë me sjellje tjetër, bashkimi i namazeve, po edhe mos bashkimi i tyne. Apo, atje në Ramazan, nëse është i smur, ai mund të agjeroj ndoshta, por se ka njëri që dëron dhimbjet shumë të mëdha. Ka njëri i cili dëron dhimbjet shumë të mëdha, ama nuk e ngarkon shariati çat shumë atë. Nuk e ngarkon. Ose plaku shtyrë në mosh, i dërmuar. Ti e ka lecu dini me hanga Ramazanin dhe me pagu. Apo agrus, 7 zane, gjithanse, nëse kanë frikë për shëndetin e tyre, apo për shëndetin e foshnjëve të tyre, dhe kështu më radhë. Apo tek abdesti. Nëse vështirësohet njeriut, shumë, çështja marrës abdest me ujë, ja ka lehtësuar tejmumin me dhe, apo me sipërfaqet e tokës, e që është shumë i lehtë. Shumë i lehtë. Pra, nuk e ka thonë feja, çka dush bë. Gjeje ujin ku të dush, nuk pranohet namazi pa abdest. Respektivisht, pa përdorimin e ujit. Siç ka qenë tek popujt e mëhershëm, të cilët nuk e kanë pas këtë mundësi të marrës tejmum. Tejmumi është specifike i umetit tonë, jo popujve të mëhershëm. Pra, nëse vështirësohet njeriu mundësia e përdorimit të ujit ka lënë tejmum. Dhe kështu me radhë, ka gjëra sa të dush në feje, në të cilat tregon vetë qartë se Islami bare me ka lehtësimin e jo vështirësinë. Kur është fjala tek tejmumi, edhe që tregon gjithashtu për lehtësimin që ka sënim Islami, mos më vështirësu njerëzve, është edhe hadithi Xhabirit, radiallahu anhu, të cilin e transmeton Imam Ahmedi, pastaj Ebu Davud edhe të tjerë, dhe Albani e saktëson apo konsideron sahih. Xhabiri tregon se përderisa ishte në një udhëtim, një sahabiut i ra një gur në kokë, në kry,
Edhe e lëndoj bukur shumë. Por e me vetdije, ama e lëndoj shumë. Ndonë Zoti, edhe në të njëjtë në udhtim. Sahabiu i njëjti bëhet i papastërt në gjumë dhe ka nevojë për gusl për të pastruar. Për me falë namazë, ai grati nuk din që me batash. E din që do të më la, po nuk e din që ka mundësi edhe opsion tjetër. Edhe pyet disa shokëve, thotë ti pyes, çfarë po më thojnë? Dhe i pyetoj ju njerëz. Unë kam nevojë për ujë, por e shihni këtë plagë që kam në kry, gjaki për rjedh. Varr, kryt, plagë. U amërmendje juve që ka për mu lehtësim me kalua në temum, a kam rëksa, a kam lehtësim, a kam mundësi, opcion tjetër, që të marrë temum. Thani jo, përderi sa ke uj, nuk mund të themi ne, pra nuk gjejmë justifikim, arsye, që ti me marrë temum. Këtha kështu koka ke mesele, atëherë, në bëha që ka të bëhet, dhe të me u pastru me ujë. A i ngrati, u pastru me ujë, por vdeq. Sepse kontakti e ujët me plagë është rrezik i madh që mund të shpije robin deri në vdekje. Helmi i plagës është uji, nga se e aktivizan gjakderdhjen. Plaga nuk e dën ujin. Kë vdeq. Sigurisht sahabët që dhanë fetva, o preken, amo kë vdeq. Kur erdhe në Medinë, e të reguan pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallama, se qëfar ka ndodhur. Pejgamberi, aleyhi salatu wa salam, i tha, qateluhumullah, e pas kanë vrar, Allahu i vraft. E pas kanë myt njerin, e pas kanë myt, që që themi ne, me dorë të vete, e pas kanë myt njerin. Kush, që ta që kanë dhanë fetva, Allahu i vraft. Alla se elu edhe mi ja'lemu, pse s'kanë vetë, kur s'kanë ditë. Pse s'ke vetë, kur s'ke ditë. Fe inema shifa'u l'ayyi as-su'al. Vërtet ilaçi i padijes është të pyesesh me vetë. Qysh jepet fond din pa vetë? Qysh jepet fond din pa vetë? Pa qeni sigurt në atë mesele për të cilën pyetësh qysh. Qysh e lën vetë vetës me dhanë fetva pa vetë. Tani, pra kjo hadith të regon shumë qartë se ata e kanë shtërëngume. E shtërëngume. Dhe i kushtej sahabijut. Ata inshallah Allah ka shpërbly, se ka bë për hir të Allahut, por të të tjerët e morën qaf njerin. Sepse e shtërënguan ku mojten mes me shtërëngu. Të imam, përdërimi ujtë është rrezik shumë. Për shëndet. Kallën të imam letëseja njerëzve. Me çka kuptohet, pra, se lehtësimi është parim Zotën në vija të trasha, kuptim të përgjithshëm, të gjithë muslimanët e dinë dhe duhet ta dinë se dini islam nuk ka ardhur me
rëndu njerëzit me shtre për toke. Këtë koncept e ka feja krishtere. Për atë arsye, pjesë e fesë krishtere, që vete kanë shpiku që ka thonë Allah në Koran, o rahbanijet të ibtada'uha, dhe mërgërinë e kanë shpikur, fema rau haqa riayatiha, ata nëse kanë dhënë hakun, për më të trash feja, respektive që takvallok që themi ne, të ta, dohet të bojkotut mirat e dynjas, dere dhe martese, e më disansu për njerëzve, e më hik natësive të dynjas, me jetu sa ma thjesht, qysh jetojnë morgët dhe morgëreshat. Kështë randë, kështë shumë randë. Andaj nuk është parim islamit njëzëm ja vërëndu. Pra islamit nuk ka ardhur me ispravu, me testu. Muslimant, me urdhru, me ndalu muslimant. Nga pak me i rëndu, po sa me bajnë, se puna e agjerimit, e puna e namazet sabahët, e puna namazet në kohët dimnit, në kohët ftafte, deri të dhënia parave, zeqatit, që pasuri, që është e shtrejt për insanën, deri të shkura në haqë, që është ultim i rande, dhe deri të gjihadin nëse kërkohet atje, me donin luftë, në mbrojt vatanën, me hjek armikun, që është i randë. Po këtë, që ajo është rast, mund ndodhas ndodhë një jetë, por këtë në paqare, sepse do të më dalu burrat e mirë, muslimanët e mirë, me bogara, me ngritë. Pa to, që është me dalu njerëzit. A më krejt këtu, sa më një bajnë. Sepse, nëse së më një bajnë këtu, së në shkon haqë s'ka kamë, se punojnë kamë në shkon haqë. Ose që thamë të Ramazani i së morë, ose agjeri, ose namazës punët me falë në kamë, me një letohet, falet ullur, dhe kështu me radhë. Prapë vje lehtësimi. Pra dini ka ardhë për me testuar, spërvuar, po dhe me i knaqë musliman, me adhuru Zotin, edhe me ndjen një knatësi në adhërim. Pa ndjen një vështërsi me thonë o zëtë marum. Jo, nuk ka në islam ashtu o zëtë marum. Nuk ka. O zëtë marum, po vdesin njerëzit nga uria në Ramazan, ose pasmuan të tanë për ftaftit të madhë, se do të më falen bërën shije jo. Momentit të rrezikohet shëndeti, pra bëhet e randë, me nervije lehtësimi. Pra, lehtësimi është parim fundament i fesë. Lehtësimi, që kanë thonë fuqahat, është art i madh në vetë, në fe. Sepse shtrëngimin, që ka thonë Sofjan Thauriu, e din gjithkosh, po lehtësimin e din veç fuqahat, ata që janë të thokë të din, njës të mirë të fikut. Pra shtrëngimi e kundërt e lehtësimit kur nuk ka qenë i lavdruar i pëlqyer. As kone pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, as me vonë, as sot. Shtrëngimi që në ekstremisëm, me këtë termin që e quajnë sot. Shtrëngimi ka qenë një pjesë të njerëzve në Khawarij, në fillim atje. Shtrëngimi. Lehtësimi është parim e islamit. Ne duhet të lehtësojmë njerëzve fenë, të përgëzojmë njerëzit, vë beshiru, vë la të nëfiru, përgëzoni njerëzit për xhenet. Lehtësoni dhe përgëzoni për xhenet. Lehtësoni njerëzve rrugën e xhenetit. E mos largoni për rrugën e xhenetit, duke u vështërsuar, duke u harënduar fejnë njerëzve. Feja është e lehtë, dini është i lehtë, sepse është prej Allahut i cili është i mëshirshëm, dhe dini i tij është i mëshirshëm për insanin. Elhamdulillah për këtë din e për të mirat e këtij Islami, Allahu e din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sahih al-Bukhari.